të nderuar deputet të opozitës, drejtues të Partisë Demokratike, të nderuar protestues të Partisë Shqipëria Bëhet, sonte ne mlidhemi për të shpallur para jush këtu, për të shpallur para mbar shqiptarve, se Partia Demokratike nis betejën e saj përfundimtare për fitoren e opozicës, për fitoren e shqiptarve. Miqtë e mi, parafolësit këtu theksuan se Edi Rama është një hajdut i papërmbajtur, por në të gjitha ligësitë e njeriut, ajo që shtërron guximin më shumë është vjedhja. Ndaj dhe Edi Rama është frikacaku më i madh që ka njohur Shqipëria në atë detyrë. Vetëm një moment, shikoni se ç'bën çdo natë me Adriatik Llapajn, në protestet e tij më qytetare, më civile. Dhe një karriga aty, disa mjete, dhe proteston në emër të çdo qytetari. Çdo ditë, me orë të tëra, policia, banditët, ja u heqin çadrat, i heqin tovolinën, i heqin ujin, me akte banditeske. Pse kjo? Sepse ai është krye frikacaku i kombit. Krye hajduti i kombit është dhe krye frikacaku i kombit. Dhe u garantoj unë ju, se ai është aty, se ai vjedh shqiptar ditë e natë, s'ngopet kurrë, e the bukur. E thot bukur. Po, Gzim Sadiku, ai s'ngopet kurrë, ai bën të gjitha këto, vetëm për shkak ton. Duhet jemi të vërtet me veten tonë. Se e lejojmë ne. Se ju japi u fjalën nderit, se kur ta zam të shesh, me betimin që nuk e lëshojmë, pa largimin e tij, ai do ja mbath. Po mi. Por, duhet të them këtu, koha ka kaluar sigurisht, megjithatë vim më të vendosur se kurrë. 2 mbledhje janë bërë 2 ditë të fundit nga forumet e Partisë Demokratike, kryesia e saj dhe grupi parlamentar. Kanë dalë me një vendim solem, të përvishemi gjerën fitore. Kanë dalë me një vendim solem, se rrugë tjetër, përveç protestës, përveç përballjes, përveç kacafytjes me te, nuk ka dhe nuk mund të ketë. Miq, dhe për të gjithë shqiptarët, i ftoj ta shqytojnë votën, ja u shkelmon. Duke u shkelmon votën i poshtron, shkelmon lirinë e tyre. Votën në zgjedhjet e fundit për ta blerë. Fali
2 miliard euro 88.000 bizneseve. Në një kohë kur 760.000 pensionist nuk blejnë dot ilaçet, nuk sigurojnë dot kafshatën e muajit. Votën e rëmbeu me bandit të administratës amoral që shtrojnë misionin e tyre, detyrën e tyre në shërbim qytetarëve, në plaçkisë dhe grabitës të votës tyre. Votën e grabiti me banda, me bandit, me kriminal, me kartel të drogës. Por, në dallim nga çdo herë tjetër që nga 2001 i gjerë sot, e kapën për fyti. Ja u faktuam shqiptarëve dhe botës, se ky është armik i votës lirë shqiptarëve, armik i demokracisë shqiptare. Në të drejtën tonë, në të drejtën e Zotit, në guximin tonë, ne nuk duhet të ndahemi as një minutë, gjersa ta largojmë nga skena këte kriminal të votës lirë. Miq, le të harrojmë çdo gjë që ka ndodhur në 12 vite. Le të harrojmë të gjitha. Po marrim vetëm 10 ditë të fundit. Çfarë ndodh? Së bashku me zëvendës kryeministën, kapen në flagrancë, me dokumenta, me mesazhet e tyre, se vetëm në një tender tunel e Llogaras kanë vjedhur 50 milion euro. Në çdo vend të botës, dorëheqja është akti i parë i njerëzve të përgjegjshëm. Dhe ky jo vetëm që nuk jep dorëheqjen vet, jo vetëm që nuk shkarkon bashkëvjedhësin e vet, por çfarë bëri? Çfarë bëri? Me urdhër mori nga gjykata licencën për të vjedhur publikisht pa asnjë përgjegjësi para ligjit, para drejtësisë, para shqiptarëve. A mund të pranojmë ne një kryeministër të tillë? Jo kurrë. Cili do të jetë çmimi, ne do ta paguajmë. Ne një kryeministër të tillë se pranojmë kurrë. Pra, jo, nuk e pranojmë. Pra, ky hajdut që çdo tull të sarajeve të tij i ka djersën mundin e ta shpaguesve shqiptar para të vjedhura prej tyre. Ky hajdut që vetëm në 2 vite ka bërë 140 fluturime, duke transportuar privatisht para të vjedhura drogë në gropat zeza që nuk dinë kur se ku janë. Ky hajdut që lënë të smurt pa ilaçe të vdesin në mshirën e fatit dhe thot se janë shumë dhe s'kam çu bëj. Ky hajdut që vetëm aty në borë ka kopshtin e Edenit, 4.1 milion euro me peshq egzotik, në një kohë kur fëmijët tanë mbushin rrugët e Europës dhe të botës. Ky hajdut rrin këtu për shkakun tonë, po kjo merr fund. Ky hajdut rrin këtu sepse nuk I kemi treguar në forcën tonë. E doja tregojmë atij. Dhe ju jap ju fjalën.